Nuk është që të pasur të jenë të pasur e të vargën të nga nësio. Për Zotit me njëherë, i vjen keq për ne kur atë sajnë nësë. Por tani ti të me një melodrama. Njeriu i vjerë nuk është, jeton të punë. I ndjegu nga ushit dhe qenë që lejë. Robi shoqërisë, i mbrojtur nga shoku, i cili, nga e ti, e përgjon, bashkëveprues me të gjithë të rreth. E kështu një ditë prej ditësh, Zgjohet ujë, dhaj. Prandaj, bani vesh, do unë të fortë, të gjysmë tragjedi, E gjysmë më faj. komedini e bandi private! Vjetë të bartë një panine. Unë vi nga parka. Unë vi nga Petrela. Shumë hajni. Janë një shtati kofisit bashkisë. Mua dhe quajnë Polli. Baba im ishte kovaç. Ush barë ka në ri. Se, edhe ti. Më ka e të tërës. Jam prestarë në koncepsia. Unë jam mekanike. Përse dhe ty kam përsot. Jam balla vetë. Ishte punë e ndyrë. Argjohë këto, argjohë. Shiko më mjetë nësë t'jesh në punët që do të përmëtër në shumë të këtë bënë. Shiko mua. Kam disa japë që vëshkërat të bankë privata atje. I vi rotu. Ngullit në mene kjenë të saj. Kam gjetë të të për fundim. është ndërmarrje me ndërmarrje në para. Mos more. Kërëshaliteti. O zëllajni, po lërë të zbirë pjetë me to. E shikon dres, pilot dres e mëndër. Cikaja fundit. Ne të dy kemi zanatët që nuk duhet i kishin. Si me ka nikëse se robat që emës unë nuk bëmi pasur. Shumë në të arrinë gjenet një ekonomike duke punuar tër jetën. E po sigur të kishim e dhudës banke. Unë jam e gjiptar, ose ti këta gjenë. Ti do të kishe kohë t'i prej një kopje qesit dhe mjaftë nënë ta zbratë në banjë. Po shumë do t'ishim këqarë për gjithë jetën. Kjo do t'ishte një mrekulli. Është mrekulli, në fati nuk mund të mos andimoj. Zotërit e mi, falë simplesis. Unë jam Franco i best, kryetari i kësaj banke private të vjetër e të respektuar. Bima, still përfitas zotërin palinet të mbushra dhe whisky, dhe për më një mineral. Si përherës dhe emrat. Mishtë e mi, unë tani jam i moshuar. Kam mbi 20 vjetë që punoj në bankën private Franco. Atë për kam vdekje, për jetësin, se në mundim kalova i prakën e tretë, dhe ndi që po vini katërti. Po kjo nuk ka rëndësi për mua. Unë jam idealist, dhe ndi që eksistojnë vlera më të çmuara se kjo. Qka kështu? Se sani, se të bini? Zot vaskini, pa në njëri që është nuk e vdekur? Miqtë e mi, unë njohë dhe, janë të mirë, të bzuri, por pa objektiva. Pra ndaj duhet ndërhyja atë orë. Miqtë e mi, ne kemi nevoj për në të mundë, dhe moment është i dur për cili doj që është i soti. Pra e qitu një të kshepi personelit, a i është i informuar për këtë. 8.000 në muaj.
Besoj se deri te divani I zyrës time, kjo zemër e vjetër kryetarit do të mbahet. Jam të mirë miqtë e mi, po shkoj të vdes. Po zot, Këtë herë drejtësia hyjnore veproi vërtet në mënyrë të përsosur. filloi mrekullia. Aleluja! Hajde! Ja kush I ti? Do kush I vdiq? Prit, prit. Njëri se dal nga barku I në stënde në të jetë. Pas disa muaj dhe javë dhe në bitë të zotë, në kohë kërkon drejtësi dhe jo llafe të keqë. Luhur u bë gjithë që ndëroje, tani për të skëgjyshit të ndëroj, ku edhe litë, do të pasoj! Frank Wigbet, jam ngroja jote dhe e di se cila ishte dëshira jote. Asnjë pik lot në barin tënd. Duhet të përulemi përpara vëllitit hyjnor dhe të ndahemi. Nuk ka kuptim të gënjejmë veten. Epoka që të brëmosi tani më ka përënduar. Fuqia jote u shua dhe zemra jote nuk mbajti dot më. Kështu merr fund dinastia jote. Amen. Amen! Zonja e Zotërinj, po ndahemi sot nga I fundit për bankierëve të epokës tonë. Lam të mirë, Frank. Eshtrat e tua po ja lëm tokës. Bien dinastit, çdo brit më mbytet atij që dritën ashtroi. Madhështore, o Franku I pes! Koha jote mbaroi. Një I fundit të forpe, tash po zbret me së vdekurve poshtë. Prej nga mos kthehesh dot. Lojli, po zonja kryetare. Në fakt ju prisnim për banketë e përmallshëm. Ju faleminderit zoti prokuror, por dua të largohem. Doni të largoheni? Dua të iki. Metropoli s'është për mua. Ndoshta. Pastaj jam e shqetësuar për mikun tim, Ajni. U bën 3 ditë që është dukur. Do njoftojmë policinë atëherë. Që më njëherë, të vite edhe në kërkimin tuaj. Nuk kuptoj se janë kryetare. Vogëlusha. Shpote dorën e xhepin e djathtë postanit dhe me jep qecën e kasaportës. Nuk është origjinali, por me qenë një mekanike e zonja, funksionon për mrekullim. Atëherë? Merreni zonja kryetare.
Ti kishe ndërmend që s'ton të hynë në bankën tonë, nesër jape derë mi kuton të hajnin. Dhe pastaj, jam mbati me të bashkë me milionat. Apo jo? Po, zotë tu. Ullu! Juaj, shpret. Gjëroni, zotë i shefe personit. Dhe që atëherë vendimin tonë, si u dhëroni zënjë kretanë. Po i linoj këllë. Pranoj është përfundimisht të bankës tonë. Përpikja jote për të shpërtyer kasaportën ishte për të lavdëruar. E klirë, shonoj në risin e personelit. I ka marrë maksa të të. Pra, ju jeni një bank gangsterës? Sigurisht, bank gangsterës. O, zotë, të përfundova. Vitë gjitha për një gjeni kretar, asë njëherë nuk kemi kryer një punë të ndershme, e kjo dhe një shtet që shuhet për ndershmërinë, e me një politik të organizuar në mënyrë shembullore. Tani mund të shkosh. Dhe me ku të desha? Po miku im, ku ndodhet? S'ka që duhet ty. Si s'më duhet? Jam antare në të gjitha të drejtat dhe i besoj bandësoj të nderuar. Ndaj do të ditë vërtetën. Ku ndodhet miku im? Mirë pra. Nëse dëshiron të blish, Pra, e ja pak. Pra, kujtet? Ba mirë si? Ta ma mund, Po unë asistova në varimin tuaj. dhe në sy të përlodhër. Po infarktet tuaja? Jam shëndoshen mirë. Po miku im, s'keni për me mikun tim, hajnin. Kishi nevojë të ngutshme për një kupon të seksit mashko. Lëngu i breshkës dhe emërët. Dhe gjopajt, metodat tona të punës nuk mund bashkën se kesh për shumë kohë akoma. Prandaj, kemi vendosur që ta shkryjmë gradualisht bankën private frankë. Pas disa javësh do të testojmë 200 vjetorën e themelimit të bankës. Pak pas saj, edhe bashkëshortja ime e dashur do të vdesë. Dekja ime e re me vajzë ishte vetëm pjesa e parë e këtij plani. Për shëndetin tënë. Gëzuar! Jepër me salam të gjallë, zemra. Vrasës! Si ti vishte vrasës të ndyrë? Jo, vajzë, shtua. Ne jemi vetëm Si përmajtës! në gjendje të vështirë. Ndërsa për ty kujni, tani fillonita madhështore në bankët tonë. Je caktuar llogaritare. eja se është fillimi një karriere të shkëlqyer. Po kjo është pa drejtësi. Unë doja të besha e pasur si ju, me një goditje të vetme, dhe në rastin në të keq të ngeles e ndershme. Shkërkon vot, po i le. Paci dikon në një qek. Eviton në deficit. Shiko mos vjetë do një aksion. Futje rrugës së turpit. Nxirr para pallta. Prit, do një spion. Atëherë, ta shoh që është varfëria. Shtalje. Një Që do me të liqës? Çfarë duhet të di? Nëse rritje në shqeqemi, rikësove të laminuar, vrasin për lija e nastrojnë, sheri për lajnë e njejnë. Kështu duhet, prandaj veprojmë. Ne duam të bëjmë të mira, Që të jetojnë pas vuajtje, merrem me mashtrime. veç të varfër do të sheshen në të botë kriminale me të hollat që kanë. Veç të varfër do të sheshen në këtë botë kriminale. Me të hollat që kanë! Zonja të zotërinj, tani me një farë ngurimi, po plotësoj kërkesën e kryesisë për t'ju treguar për karakterin e punëve tona. Arkiteti i Përnicën, në një institucion financiar që hyni,
Zhvillohet të te. Është një luftë komplekse, e ngatruar dhe njëzore. Nuk njët në qira, sepse zonja në Vitri është e kotë gënjën vetën. Jetojmë në kotë të qia, u dhe për fatë të keq, jetojmë në një shtet që mbrojtë të drejtët, ku do ka korupcion. Por ne nuk kemi asë ministër finansëq, ose shef policit korruptor, por t'jo të rëgurë. Ndoshta, ka një përjashtim, por ne nuk tim gjë. Nga feri dhe të ka dhune para. Kështu kajsh, nuk fali për të ngërën time dhe përtonin personal, por tani jeni të informuar të gatshëm, por që të vitur sërish. Ja si fillon mëngjesin, shefi personelit. Frida! Igli! Ishtë trirë në hotelin Imperial, pra milioneri së mi bankes, me perte që lëkunde që në tritën e rënës. Unë svendoja vece për qishë. Trupi im është akoma i ngrohtë nga trupi i inxhinierit të minjerave. Një ku vajtë si në rejtë, por unë isha vetëm pra teja. Prit pa. Një trëndafik për shty. Faleminderit. Qaj të si dhe kos, Vitma? Edhe mua. Si gjithë një. Mos të rëtë të pishidacet. Sa është qërdo? 2 co. Po buk të thekur? 1. Motra ime ka lindur fëmijën e 5. Jaj, Vlla im është qedër kryetar pashije. kemi 20 vite që punoj në Bankën Prapa. 22. Çdo vit kemi dashur të martohemi. Por që do, s'na ka në punët. Banka nuk ka e që duhet. Tani që qka do të marrë fund. Kam kjerë një shtëpi për në të dy, e mbulluar nga pemët, me dritaret e gjelbra, me grillat roz. Do të kemi shumë fëmijë. Të gjithë djemë. Do ta shohësh jam akoma në gjendje. Lexoja. Në kafenen e vogël, Bram Batos, unë e ti, ndërrojmë. Për para mrimeve tona, në mëngjes, Por, kur këndon për barda, kur djeli ka të dalë e praron, gjithçka nis nga e para. gjithë një nga e para. Së shpejti gjithçka do të ndryshoj. Ne të dy do të martohemi. Së shpejti gjithçka do ndryshoj. Unë e parova kosit tim. Përsëri do të ndahemi. Mirë pafshim Frida. Miru pafshim Igli. Qofsh mirë. Ruaj e veten. Mos u nxeh. Një liker, Vilma! Si gjithë një zemra. Ka më mirë në buken, Vilma. Si gjithë një zemra. Uj mineral me buk të thekur, vi. Zemra. Si gjithë një. Përsheshe dërshërës, Vilma. Si gjithë një zemra. Uj mineral. Po zemra. Përsheshin e dërshërës. Kamomili, uj mineral, Vilma. Kamomili. Përsheshe dërshërës. Uj mineral. Përsheshe dërshërës. Kamomil, uj mineral, përshesh të shërën. Po na duke sigur jemi spital. Kur isha I ri, në këtë orë gjithë banda ishte ta. Po kuptohet, ata poshë ishin njerëz të Zotit. Kurse ju, Ju e pranoni vetë zotë jeti, që ato ishin kohë të tjera. Që të kojmë pene këtë vitën që ka i të thotë? S'duhet nga gënjë mëja. Ne jemi të kalbu, të lodhë, të rrëtë kapitur zotë jeti. Na mungon të rajtësia profesionale. Ekilibri psikik. Paqja e brendshme. Zvera që naturisht nuk gjendë marrë për fukanate, por tani më vetëm për namoreve të burë. Ka mësuar se jeta e shëndetshme e vlerë, kur është mirë shëndeti. Por ne me të jetë qeni që bëjmë në gjithë fundje. po kjo është një re me vërtet interesante e Perlin. Pra, ti tani në kohën e mirë me do për burgje. Ishte një zbulim për mua, zotë Egli.
A nuk më gjeni farmalli për to? Janë ëndra ime, zotëri. Mbrëmjet e qeta në qelim, dritat që fiken herët, qeti që bëhet për herë më herë për vajzëra të dritares. Yjet e para, qetësia pa hallë, gjumi i pangacmuar, turbullime, frikë se mos u zbulojnë. Frank, të vish këtu që pa kujtesi. Nuk mundem Otilje, ndjemi vetmuar aty brenda. Është domosdoshme. Për shpagimun dhe të shërë parë sopës spriti. Banka Franco ku nuk e ka parë vetë nga qkeq, dhe drejtuar nga unë. Jam një dështuar total. Ju, Franco, çem të fjalë? Por fatë e keq që nuk jam një kryetar banke, po një njeri i mirë në thesë. Mos unë zep. Më mirë të të gëtën tënë. O, këtë, në një moment të tillë nuk mund të fokusohem parë në botën e pastër të shpirtit, dhe ku mendoj së të gjyshin, çfarë një disiplinë që kishin. Shkatonin kontinentin bashkë me tregtinë e tyre kriminale. Por aman, pa janë shtim, në punësit i kishin të ndershëm. Po në punësit e mik, janë gjithë një tu fajdutësht, dhe pas lusja vjen, dhe unë kam frikë se mos diçka ka zonë. Shëpysja, Po të pa jemi së që mëri fund. vrite me një herë. Ta vras? Unë duhet vras gjithë një? Pa vrit një njërë të shohim. Nuk mundem, Otilje, po, nuk mundem. Pastaj shpërpyese, ta një shka që vështit gjithë tjetër. Është e domosdoshme. Shko në dhëmën tjetër që mos të të shoh. Është e kotë, më ka dëgjuar, do ta mbytësh. E shkreta emi. Hyrë, S'më një ndëruar. po, Bëkman. Bëkman, prokurori ynë, që të sjell në këtë orë të vonë? Jeta ime u shkatruar. Shkatrua? Për 10 vjet kam shërbyer në Besnikëri, në Bankën Private Franco. Dhe tani më paguaj për gjërat e mia. Sot bëra një vizitë te një miku i besuar. Dhe ai më tha të vërtetën copë. Pra që po ju them, nuk është e re për ju? Bëkman, Në shtën gjithë një duke stërbetuar. Se shqetësimet e mia nuk kanë asgjë serioze. Dhe tani, na shira tek për vonë? Doktor Shlobergu është njeri i mirë. Po sigurisht që është njeri i mirë. I ka mbuluar të gjitha pasat tona me dëshmitë të mjekësore. Çdo mjek mund të gabojë. Ai nuk ka gabuar, por ka mashtruar në vite me radhë. Dhe ju e dini shumë mirë. Mos do të thuash. Tamam ashtu. Mirë pra, nëse kështu duhet të jetë, Otilje fol ti. gjithë një u? Unë nuk mundem, Bëkman është miku im i vetëm. Bëkman, doktor Shlobergu ka 2 vjet. 2 vjet. Doktor Shlobergu nga këshilloi që këtë operoheshe, por ne kishim frikë. Nga çfarë kishit frikë? Po kishim frikë, Bëkman, se mos gjatë narkozës, përmendi do një fjalë. Doktor Shlobergu nuk operon dhe duhet të çojë në klinikë tjetër, ndaj nuk guxuan. Pra nga Afrika më linje të vdes? Bëkman, Nga Afrika! Çdo gjë që bëjmë, e bëjmë nga Afrika. Nga Afrika mos zbulohemi. Nga Afrika po fillojmë burr. Tani gjendem pranë vdekjes. Dhe ja, kjo frikën më përthen. Bëkman, në parimet e di, do të thotë. Ja, më reati me që të gotën tënë. Bëkman dëgjoj, nuk do të ndroj aty që kemi bërë ne. Ti je miku im më i mirë, dhe ne të kemi trashëtuar, është e vërtet. Ti e morë vesh të vërtetën për atë që takon, Bëkman. Tani duhet të kuptosh të vërtetën edhe për ne. Ne kemi fëmijë, Bëkman. Fëmijë? Herbert është 20 vjeç dhe studion në Oxford për ekonomi politike. Franciska është 19 vjeç dhe studion në kolegj. Por planë e bankës din që ata? Nuk din atë gjë për bankën tonë. Pra fëmijët e din njerëz të ndershëm? Ata kanë besim tek ne. Derojnë, Na duan. jeta jonë është ajo e një familje të lumtur. Dhe për të vazhduar me këtë jetë lumtur, mua më linë të vdes një qenë.
Bëk Maledonja me lodhur si ti, nga punëtonë të mërshme. Ta shmira një plak që prej vite që qenë zvarë me ndimin e morfinave në këtë jetë në vëriqme. Unë jam edhe humbur, jam e malënqyër. Zoti mu të bëj me mua që të doj. Por fëmijët e mi nuk duhet jetojnë si unë. Ata duhet jenë njerëz të ndershëm, se i do Zoti dhe njerëzit. Gjithë shka që kemi bërë për fëmijët tanë. Po sigurisht, ju keni fëmijë, që asim shkollën ndërmend. Më falni, jeni më e fatësëm. Unë, gjithmonë kam dashur të kem fëmijë. Se fëmijët në gjë më e bukur, më e pafajshme. Por tani kam mbaruar, jam djegur. Banka ishte më e fortë. Mirupafshim. Nesër do të shihni përsëri në postin tim, te llogaria. Ka nga ta pastaj, që tonë se bota e mashtimeve nuk e ka nga dështinë e saj. Brokman ka 2 milion, dhe ta përkasin neve. Otilje, ti gjithë një më bënd të ndjem një pozitiv të dyshim shpirtërore. Sa i pa fytyrë duke mund para miku tim më të mirë? Nuk i do parat e ti? Ti e di shumë mirë Otilje, jo për ne, për fëmijët tanë. Duhet ti të fumë e hajnit. Me njëherë më shkoj mendja se ky funeral të ishte i rrën. Për fatë mirë, jetëm shënimet e babait. Po kështu e ka zakon plaku. Do ta mbajtë fshet bankën, po strit do ta mbajtë militar. Tani e zbuluan përfundimisht marifetin. Nuk mundet na e herë. Duan t'jam batin. Edhe pa në marrë me vete. Nuk për tuna, dushim do barakën, më laj dashur. Du t'i shpojmë sa më parë ka kush më të rëdashur. Në Oxford më ka mësuar. Ati e mora vesh të çështjeta. Ligjit ideale ka të vjen shtruar. Ligjit vetë më shidish s'ka. Po derat duan të hanë. Dhe për të pasur rregull në stall, të pa fuqishmi duhet të vdesin. Kushto mund, e të mbes qalë. Këshilla ime ban parasysh shkrime, por me rregull. Kjo ide na sjell për parim. Otër, zeri ka për të kruar. Tani fillon ndryshimi. Ata një më pushtim. Brezi ti, e ndryshoj për ti. Në kolegji më kanë mësuar. Atje mora vesh qosh dashuria. Gëzimi e trishtimi janë përgënjestruar. Për ndjenjat mungon hapësira. Me gra e pura dhe që të shkoj. Ndrojnë trupat, por qefi është miloj. I banë babuajnë të najtësi. Ushën që zanatit, e ruan një orësin. Ky është ligjin e do të vidash. Shko me tjesë në do të shkosh. A zanatit, kjo si janë për parim. Bëlla, erdi kopë për përfruar, tani fillon ndryshimin. Ata në ndështimin. Prandaj, presi ri, do ndryshoj për timin. Jemi presi ri, e tani ka pesa jo e më mirë. Zoti kur në shenja mbath me të katra. Sa ta e gjërin. Tim, në shirë. Shenjë nga biologizuar, Dhe grem dhe bullitonë. Tani shenjë më tjetë për baba. Bota nga në shtrojë. Tani fillon ndryshimi. Prandaj, presi ri, Do të ndryshoj për timin. Kojli! Kam gjysmëore që përpiqem të përmbaj, një përpjekje njerëzore që pa më çmend. Zoti i glip, Nuk dua si fjalë më tepër.
27.000 të hedhura poshtë. Do të pras vete që se s'përmbahen. Ti duhet t'i shisi aksionet për 50.000. Tani shkon të fakën poshtë në kantinë. Pse në kantinë, zoti Egli? Do të drektoj Hebertini këtë natë. Është shumë entuziaste për burgjet ajo. Dhe unë duhet ta bëj? Po, duhet ta bësh. Nuk mund të pretendoni që do t'jem nga unë, zoti Egli. Gjo, të gjithëve na është dashur të nisi një disipi në këtë kafene të vogël, në mëngjesin të ruajtur, në mestit maskarat, natën duke fshirë qapën nga duar. 27.000 të hedhura poshtë. Kurse unë duhet evitoja emocion. Të vrap. Pa pritur, u dashë në vrap. Doam të më bëj një kriminele! Po një dojta! Ku shjeni? Skaris, Çfarë doni? të bashkëpunojme të Për çfarë? për të friksuar bankën. Nuk jam tradhtare unë. E pse jo? Nëse nuk e një rrugë tjetër. Të bësh një vrasë. A e di se që pret ata që nuk binde. Më mirë të shpresësh në kanë ti si gjendat, se sa viktim. E me që ta pojt në bindesh, pinë më i dëmë. Do të viko ashtë të mjesh me njëse, po dhe unë. Që ndërësirë. Dakor? Dakor. Ta mi për tani, dhe që është të letën biskrivenin e presës. Kuptova. Një ishte mi, po e në sa vetë një ka të ndinë. Dekja ka bërë kërdin dërde. Vetëm partjen a moj miken konë të mirë verdin. Në Zoti i dhënë qetësi. Amen. Me gjitha të mish, tu nuk kemi mbledhur për të kujtuar të dashurit që na kanë dhënë. Ka ndodhur një gjë, që Pepas e do në pikpyetje shkrirjen e bankës tonë. Kryesisht si ka ardhur një letër. Një panjor di gjithë shka për ne. E ka thonë për të rëfë do kalësojnë se nuk i dorësojnë 20 milion brenda javës. Ta haj dreshi, po t'jam pasi me një herë. Ta shmimi për gati për të ikë. Pa do me të përfiturin e bankës. Nuk ka ko për romantizëm. Se dashë miq, e i largimi është një famë. I panjori nuk ishte informuar vetëm për varosjen time të rene, por gjithashtu vendi bispisha ndërmend të shkojmë me bashkëshortën time. Ja,
Atëherë duhet ta di që do të shkojmë në Tenerife, për të kontrolluar në Kanada. Zan Shëmishi, ne nuk e dim kush është i panjohuri. Nuk e dim nëse është në një jashtëm, ose ka të ngjarë një nga ne. Po në fërish, po e linoj kot, e po sa ardhura, ose ndoshta ti vetë shmajs. Kurse unë dyshoj më tepër për ty, kapeler. Zoti Egli. Miqtë e mi, ne dim vetëm një gjë, që lufta do të jetë ligjore dhe pamëshirshme deri në fund. Tani jap fjalën prokurorit tonë. Të dashur miqë bashkëpunëtor, secili nga ju ka bërë një kopje të Chelsea-t dhe ka përshtatisur arkën e përbashkët. Parat janë zhdukur. Jo të gjithë i kemi përshënë për gjira, sa prej nesh kanë mbajtur me njanë kursimet të majme. Kështu që kemi vetëm një zgjidhje. Duhet të dorëzojmë kursimet tona. Unë nuk kam asgjë në janë. Me ai sa fitojnë, është për të qeshur. Dashur miq, parat duhet dorëzuar brenda 5 ditëve. Po kështu dhe kopjet e Chelsea-ve. E çfarë duhet i dorëzojmë? Atë që kam hequr nga goja, atë që fitoj me aq djerës, duhet të dorëzoj. Unë, pas gjithë asaj që bëra për ju, po bëri vrava heprin. Dhe zonja Shteli nga një deli të tërheqte llogarin. Isha unë që ishte ka pagurim. Ajo në atë botë shkoj. Ju nuk paguat, ndërsa mua gjumi më harroi. Gjumi. E shkreta, po nga paqëmësia. Atëherë për të tregoj se çfarë kam bërë ka vuajtur unë. Lorda ishte steri, ka Manchesteri, shumë të mëdha kërkonte. Banka asnjë si të vepronte, sepse llogaria mungonte. Ati qeni dhe është fund. Ju shpëtuat, unë pa morfin nuk mund. I rrëve është e bukur, e di mirë, për sa të ka, po shaj është duket. Kush jetë në lumë për shpi për tyre, kush që kodë të mbyve. Volkswagen Copenhagen dyshoj për bilancin, e bëra të e shpërgjitja, e zhduka pamërthë. Ju, s'fatët as një andrall, kurse unë, okluzionin intestinal. Dhe gjoni që thot, okluzion intestinal. Unë falja një pasuri, po të kisha një okluzion për para infarkteve të mija. Man, mos nga tregoni prava për infraktit tuaja, zoti Egli. Unë, tisha në vetin tua, e gjoni thera shmajtës. Egli, po bëjt li, zoti e di se si e kreo dhe tyra. Kurse unë, dhe i qo pak bukurosha. Ki e mirë mëndje të të them. Handhon falen, nga bes falen, që kisha alatja juaj e kuftoj. Në shtrat në shtrëngoj, ditë e natë në përdunoj, meqë në torturoj. Unë nuk fola, ku mos pas, pëstova e në krasok. O, zot, e dhe la virja fillën shalet. Si guxoni kapeler. Po shi, e dhe këtë roshoku si kur qëtë jetë. Po unë, qëtu e them, që ju në salës të busë projt i qoba, e mbi trupin e saj po jetë, ati të brejt në thoda. Pa mirë, ako ma parasysh e kam. Ju morët burët e qmuar, kurse unë ngella gjysmake. Jaftë për me historin të në shmajtës. As kujtë si hy në punë. Kurse mua në zoti shefi personelit, që cilë, Çfarë mbledhje është kjo? Theni në vëndet tuaja. Virja është e bukur, e di mirë, por sa për ta kapësh, ajo të shtuket. Kush i të lumë është i përthyre, kush i shkollë të mbytet. Patën të turismo. Virja është e bukur, e di mirë, por sa për ta kapësh, ajo të shtuket. Kush i të lumë është i përthyre, kush i shkollë të mbytet. Zotërin, sjellja juaj më ngjall me veri. Pas 5 ditësh, të gjithë të keni dorëzuar kursimet tuaja. Nëse ka ndonjë që ka në mend janë pak, le të bëj testamentin. Përpiquni të gjeni pa ndërgjegjjen e punës o maskarenin, shpirtin e partnerit o kriminal, sensin e përgjegjësisë o vrasës. Për ndryshe, do t'ju vras të gjithve si qenër. Egli, parat e mija nuk i jap. Frida? U bën gjithë të vite që duam t'japin fund bankës. Edhe çdo herë do në nga tres. I jati tani kërcenik. E kush na garanton se është i vërtet? Çdo një toni me këtë, zonja Fyrs. Në fund të fundit, letra e kërstanusit është një fakt konkret. Shumë mirë, atë letër nuk ta ketë çfarë vetë kresia. Për na të thuar të bëjmë sa më shumë. Unë nuk mundem. Jam deri në gryp me fjalët e bukura. Personeli vetë të doj.
Parat e mia do të mbeten aty ku janë. Otilje, folë ti. Gjithnjë. Kështu pra, s'do një usha e dashur fresku. Ju, po na lini në baltë, e madje, po na pesat të mashtri. Atëre flasim hapur. Nuk do të ndalem këtu, biçëndet tuaj shpirtërore, në të vërtet vajtueshme. Do të flas vetëm për aftësitë tuaja profesionale, të cilat lënë të imase për të dëshiruar. Kështu nuk vazhdohet më. Sentimentalizmi juaj po na shkatërron. Zonja Otilje Franco, kam 22 vite E që... di zonjusha e dashur Friskini, 22 vite që ju ushtroni profesionin tuaj në bakën tonë. Por, po të isha në vendin tuaj, nuk do të krenohesh me këtë gjë. Bëjmë keq, na duhet i bashkëpunojmë me Ren, që ta ndjekim me emrin në gazetë. Zonja Franco, një ditë do të pososh në këtë bankë. Ju doni të më prisni, ashtu të shkeni parë të gjithë ata që nuk kanë ardhur më në fund. Ju doni që unë të përfundoj në kantinë. Zonja Franco, unë nuk jam si ju. Një grua që vjen nga një familje me emër. Gjithë që kam bërë, e kam bërë për dashurinë. Unë do të martohem me Ekin. Ju më përmendni mua moshën. Zonja Franco, vërtet jam 40 vjeç, por pikërisht për këtë arsye. Nuk ju lejoj të më rrëmbini asë të një orës, sepse unë duhet të kemë fëmijë, edhe të ngrej një familje me Ekin tim. Deri tani, ju keni njohur vetëm bakën tuaj edhe paratë. Por tani që të keni forcën e dashurisë, që nuk më hyn fare në plotësimet tuaja. Egi do të më mbrojë. Frank, mbyllim dedjen. Zotërin, ledja mbaroj. Ja tregova mirësimin asaj, i për gjyra e fytyrës. Me zi bahë në kod kur dodi. Nuk e di Frida. Dhe gjoj e bje. Dhe t'argoj në shumë më shpejt, nga këtë vënd, nga këtë qytesh. Nuk ka e në se fu. Paratë dhe shok t'i kene. E lejmë të muhabet. E gjithë, ne të dy duhemi. Në qoftë të t'argoj, unë do t'jem në rrezik. Ata do të më brasit, në kandinë e tyre të dëtashna. Këto gjëra i muhabet të ti, Frida. Po të gjithë i kanë vrarë. Të gjithë. Paka po kalon një moment të vështirë. Mundohu të më kuptosh. Nuk mund të praktis pakën e një moment si kri. Çfarë e thjesht? Po më anën e bankës? Ti? Frida, mundohu të më kuptosh. Mos ma bëj punën time më të vështirë se ç'është. Çfarë mos bëj më të vështirë e gjithë? E di mirë çfarë dua të them. Ja, tani që pi përsëri ilaçet. Nuk fal. Në qoftë të ndreha, Më beso, nuk ka rrugë tjetër. të kuptoj. Pra, në kantinë, Si për herë, tani, pas pa. sa ato që po bën, Erdhi mëngjesi. vetëm se dua të rregullohem pak.
Zonjë, si jeni? Për fakt të mirë e gjeta një nëpunëse të re dhe të aftë. Si quhet? Më tha se emrin e saj do ta marrin vesh më vonë, por mund ta shohim të ardhmen me besim, zonjë. E takova në parkun Rinia, ku në monumentin Pavarësia mu shtu kora e Floririt, në mbrëmje mu shtu portofoli. Dhe pa dashur, kur ishim në shtrat në hotelin e vogël, i premtova se t'la fusin të famën tonë. Bravo, Igli. Besniku im. Çfarë dhimbjesh? Zemër, Kam frikë, zemër, po vdes. zemër. Thua se i miku i më i mirë dhe më vjen këtu me velaton në rend priftit. Dhe e di që të bënim do të ndryshe bëkma. Po na zbuluan o mori lumi gjithve. Maskosha nuk maskohesh ti o prifti rend, mua më mori lumi. Kishim rrugë tjetër bëkma, dhe ti e di. Ti gënjen. Në çdo moment jetës tonë ti kishim kohë të ktheheshim. Në çdo moment jetës tonë ti. Ne ishim të lirë. Kishim lindur të lirë, për të qenë të lirë. Tani largohu nga shpratimi vdekjes o fantazëm. Mbyllë në varrin tënë, se pas pak të t'vi këtu prifti i vërtet. Ke kërkuar të vini prift? Po, Do me thënë do që të rëfesh? dua të bëj pendes. Pendohem për këtë jetë ligë që kam bërë. Shtua bëkma. Zoti është shumë i mëshirshëm, ke për ta parë sa që më shqip plotësh, se që s'ke parë nevojë të rëfesh. Guxon më flet për mëshirë o prifti re? Guxon për mendimin e Zotit? Po në qofë sa një tregoti mëshirshëm me mua. A kam qenë diri mëshirshëm mu? Dua t'i qëroj gjërat e mia, për para sa të qëroj me këbotë. Dua që dikush t'i kojë mëshirë për mua, sa do pa kuptim qofë. Më në funderdhe, ka kërkuar të vi një prift. Ma merë të mendja. Do që të rëfet, si në mesjerë. Edhe Batakqiu më i fundit ka drejt rafet, kurse ju doni më pengoni. Po të shtua, bëkma, ti nuk i një Batakqi për kundrazi. Ti gjithjetën të dhja i përpikur të afë në shejtimore. Ishin vetëm rëthanë që të penguan të arishën dhime. O, çfarë dhimbjesh? Zemër, Kam frikë, zemër, po vdes. zemër. Por prifti është duke ardhur te unë. Do ja them atij të gjitha krimet e mia. E kuptova, puna është keq, shumë keq. Por shumë i dashur i Bëkman, si ka bërë i zemër të fysh në këtë mënyrë? Ne, miqve të tu më të mirë,
Shtua Bergman, do t'i rikthesh. E nëse bëzën, që më pasaj, dhe prishti njeri është. Po mos flasim për këtë, du të që thëmë bimet e tua, jam vërtet therse, do të të bëj një shirim. Frank, du e dërë me qeles. Patjetër, Otilje, ja tani. Dua të rafem! Dua vetëm të rafem! Mos rri aty, miku i më i mirë nga qas në qas më të vdes. Qetësoje, një pshëlloje. Patjetër, Otilje. Dua të rafem! Dua të them gjithë shka! Tani është natë, natë e erët, e përjetshme natë. O të shpas kam bërë, në vdekje mikun e kam shpën, pa më shirë, çdo gjë ai e garantoj, tani të mashtër pa të nuk mund do të më. O Zot, të kam traftuar në gjithë qasë jetës time, por tani o Zot më ndihmo. Më shpëton nga duart e miqve të mi o Zot, më dërgo priftin, shpëtoren tënë. Më madhështor, më i fuqishëm. Jepit, shpret, është I lodhur, do më shirë. Gjithë sa bëri për ne, tani për të bëje ti. O Zot, më dëgjo! Më dërgo priftin, o Zot! Prokuror, kush zes këtu, ka fjalla nuk rrilim. Shmac, Sa ju shkon, ti bëni një vizit kantinës. ma mori mendja se do të gjeja këtu poshtë. Ndjenja e detyrës, zoti Egli. Të mendosh se aty shihen kursimet tona. Të mendosh pastaj se I kemi dorëzuar kopjet e Chelsea. Ju do të qëndroni këtu poshtë? Po, Gjithë natën. gjithë natën. S'kap se të fshihet. Se këtu poshtë jeni edhe ju? Po, këtu poshtë jemi. Pse, mendoje se donim të bjedhnim kasaportën? Shtonja është për zoti Egli. Ka marrë me vete një automatik. Edhe unë. Edhe unë. Një të vogël. A e të ndo pak puna jote si mekanike? Pse?
Kujtoni se kam pobjeditur të Chase-it o të poshtër. Ka të ngjarë. Unë pa kohë kam në këtë bankë. Nëse ka ndonjë që kohë të bëj Chase-a me hile, jeni pikërisht të dy. Po ne nuk jemi mekanik. Mirëmbrëma, zoti kryetar. Mirëmbrëma, zoti kryetar. Mirëmbrëma, zoti kryetar. Mirëmbrëma. Që në keni të armatosur? Po, zoti kryetar. Po, zoti kryetar. Po, zoti kryetar. Dhe akoma s'keni shkuar në shtëpi. Do ta kalojmë natën këtu poshtë, zoti kryetar. Vërtet, aty larg ndjesh i vetmuar. Rreziku të bashkon. Apo jo, zoti kryetar? A dëshironi ndonjë panine me djathë, zoti kryetar? Apo ndoshta me proshut? Dëshironi sallam, sardele, mish të kutis? Sallam me riska? Pas keni marrë sasi të mëdha ushqimi me vete. Rezerva për 3 ditë. Për 4. Për 5. Kurse unë, për të qenë i sigurt, për 1 javë. Për sa kohë që kursimet tona të gjenden brenda asaj pasaporte, nuk ka forcë në këtë botë që të na bëjë të lëviz nga banka. As nuk. Zoti. Madje kam me vete një automatik tjetër. Edhe unë. Edhe unë. Edhe unë. Si thoni? Ham? Ham. Ulemi. Ulemi. Zoti kryetar, Çka e këti? jam kurioz të di kur do të vi kërcënuesi. Po si kur të vi vërtet? Çdo të thuash me këtë, po i di? Asgjë, asgjë. Ç'bën aty në kasaporta po i di? Asgjë, asgjë, ja dhe unë. Po shmpia pa këmbë. Ulemi? Ulemi. Ju të kujtoni se unë di vetëm të lexoj gëten? Shponi ashtu, zoti kryetar. E di fare mirë që se cili nga ju të këtër ka të paktën një kopje të çelësit të kasaportës. Shtoni ashtu, zoti kryetar. Jam i bindur që kërcënuesi është njëri nga ju të tre. Ç'toni ashtu zoti kryetar? Madje, kam valizë disa bomba dore. Edhe unë. Edhe unë. Bomba me 2 plasje. Ham. Nuk e di. Më duket pak e rrezikshme. Mua mi korrekt. Po sikur të zbavitemi me ndonjë lojë. Ashtu si të bëni gjithë një, kur banka ishte ende në gjendje të mirë. Kur nuk ekzistonte kërcënuesi, Kur mund të besoni njëri tjetër? Luajmë. luaj. Shmalc! E shkreta shmalc. E shdat një shmalc. Zoti kryetar, ja çelësi i saj palc dhe një breza e saj. Faleminderit tek. Pa një ngelion 3. Mund të nkelim edhe më pak. Është për të qeshur se si ullet numri i punonjësve të bankës time. Kam përsëriu. Tani është ora 8, zoti kryetar. Dhe gruaja juaj po takohet me në punësen e re. Është një zgjedhje vendimtare. Ti kush po vjen? Shiheni. Zotërin, ju përshëndes kancelajsin. Ishte pikërisht i imi ati qëmi. Njëri im, Mallkim. Duart larg. biri im, Lëvizni, shpejt. hidhi në armën. Shpejt, për ndryshe do qëlloj. Traspi. Si? Sildja ime ju habit, po ju vetë më mësojt kështu. Prandaj, i bindem shefit të rrit. Uli dhe duart. Faleminderit shumë. Njëri im, Baba, Por, nuk e kuptoj. merre vende ma banka këtë godit e llafashme. Banka në gjysheve e ke shkatruar. Ambisja shkrimtarit ka traftuar një tarë të gjithë shka e ke shkuar.
Ta një hape pasaport. Po, birë jem. Ato që banka ka, ty po t'i jam birë jem. Këtu do të marrë punë së në 2 minutë, baba. Mos do të suash? Po. Që unë duhet? Po. Jo, birë jem. Ti seriosisht nuk po flet. Zbesoj që që mund ta mbyll jetën time si një tas me arë në agonit. Ajo që duhet, baba, le t'jetë. Në vjen keq, babush. Me gjithë respekti për bankën tonë të gjyshëve, dhe në thënë se metodat e saj kanë vjen vetëm kur japin frutë. Këto frutë nuk ngohen nga metodat e shërbëcuar. Ti nuk u tregove java të babush. Por mungesë karakteri. Dëshmëria nuk ka të bëjë me ndërgjegjjen, por me organizimin. Që t'jesh i organizuar, t'jesh shumë i pamëshirshëm nga çeti përkeq. Vetëm kriminalet të vërtetë janë gjëra të vërtetë. Po kishe qenë kriminalit i kallëpi, kishe punuar sot hapur me dëshmëri brutale, do të numëroshin ndër banka në tunda. Më vjen keq. Bankën tonë nuk ka më vend. Ti vetë shkrive në hiqme të para që logun e funerar. Kryetar banke nuk mund të martohet një herë. Ashtu se dhe nuk mund të vdesë. Vetëm shtuke e ota përfundimtare mund të ruaj emrin tim të paprekur, dhe ndoshta të ndaloj falimentin e bankës. Birë jem, unë jam aq çaparis sa që ti në nështruam kësajt në mund të shpërije. Kam qenë i dovët, e shumë ba bankën e stërgjyqeve ta. Nëse se ti do të jesh hori i madh për të cilin nga po ka nevojë. Jam të mirë birë jem, po shkoj të stërgjyshit, energjinë e të cilëve e shumë nga atë mirin të te. Jam të mirë atë. Dhe tani shefi personelit, bëllë pasaport. Si urdhëroi zoti Brown. Ja dhe qesi pasaport të zoti Brown. Po një kontrolët që bëtë se të këtë. Si urdhroni zoti Franco. Katër qetë sa zoti Franco. Dhe tani zoti Epi, kontrolët që bëtë pollit. Si urdhëron zoti Franco. Shtatë qelsa, zoti Franco. Atëherë bankën e gjyshëve të shpëtojmë. Po s'u bëj gjë, nuk jam sentimental. Barakën së tërshme shkoth në djallësh. Një lëvizje dhe Franco i 5 të rinë fiton, por që shka më pendon, unë i bindet të fortit, jo ati që ka të shtuar. Lanë të mirë, Franco, ti ke mbaruar. O spektator, më shikni të poshtëruar. Unë jam me baltën e tokës me turp mbuluar. Gjithë një gratë ka vojtë për shumë, por asnjëra s'ka parë turpe si unë. Po prisja në mosën do të re, lampiren që ikli pajtoj gjithë qi. Dhe yrdi vajza ime, vogëlushja ime, për të cilën derdha gjakulli e të tjerëve. Tani një lavdhirë që shitet, e gatshme për çdo turp të shëmtuar, me graditje mësuar, kry të siqtë të nderuar. O Frida Fryst, o Bëkman, keni vdekur të dy, tani brengën ti me shieni në sy. Në këtë botë kam bërë vetëm të këqija, por tani unë e mirë do t'jem. Mjerë bjella ime çdo të heq, po mbyllet një epokë, në bankën s'ka vendosur, do t'japë fund. Po fa mami, Ja, jemi në.
Si guxoni të vini këtu? Shtëpi ka, mami? Banka feson të shqiptorin e saj. Dhe ne do të festojmë me ty. Përfaqësuese të financës së lartë, shkëlqësia e saj, Presidenti i Republikës Trapot Fontropi. Je Franco, shkëlqësi, fort e dashur me kesh. Kam ardhur sot të uroj personalisht në 200 vjetorin e krijimit të Bankës Franco. Shkëlqësi, zonja e të rinj e ju vitemi, Herbert e Francisca. Herbert e Francisca? Shkëlqësi, jam munduar t'i shpëtoj fëmijët e mi nga banka e gjyshëve tanë. T'i shpëtosh? Dua t'i rëfi gjithë shka. Po dëgjoj. Po, t'i shpëtoj, sepse në bankën e gjyshëve tanë kemi kryer krime të panumërta. Kemi mashtruar, fiksuar, kërcënuar e vjedhur. Jemi pasuruar nga epshi, kemi tradhtuar mikun tonë më të mirë. Dhe tani gjendemi përpara shkatrimit financiar. Në çfarë kërkon nga unë tani? Vendimin për mua dhe bankën e gjyshëve tanë. Po ti dje Franco, dëgjoj vendimin tim. Vërtet që the, të mira s'janë, por... Po ta mendosh, mund t'jenë më njanë. Dhe që sot e tutja, më mos vrit. Më mos vrit! Ka ish radikal nuk bëhemi tot. Nuk bëjmë dot. Ju nuk mund të më fajnë në shkëlqësi. Patroni në shkëlqësi. Dua të jemi mirë, dua të jemi liri, dua të jam fund bankës e gjyshëve tanë. Të shkatrohesh, të fitosh liri. Shtuar për sot lidje. Në çfarë shekull jeton e dashur? Edhe unë njeri jam në fund fundit. Po të kisha pak fajnë në librasë më pak më të bëjt i diçka. Po këtë që ke bërë ti ka për masa gjigante. Unë mund të ndërfyj vetëm në gjërat vogla. Duhet të ruaj raportet me ngjarjeve. Lidhja midis drejtësisë dhe padrejtësisë janë jam ndërlikuar. Unë mund të shoh vetëm gjërat e vogla. Mos prit drejtësi, mos prit vendime. Ato janë shumë të mbrojta njerëzore në bota e ndershmërisë. Mos prit që tjetër vetë mëshirë dashur. Nuk shko sot një vullë si ky. Drejtësia e shtëritit së të braktis, jo. Unë e ti, t'ja dalim për sëri. Do t'ja dalim për sëri. A nuk e në këmë për shejtane? Jo. Ka i shpejt, nuk ndryshojnë dot. Nuk ndryshojnë dot. Rikthehemi në punët e shtetit. Bitma, dekoratën. Shkëlqësi, zonja e të rinj, ju faleminderit për pjesëmarrjen. Fala, po që po bë. $500 pra bankës arenale. As para ku një ditë gjë për këta. Faleminderit, mo. Më çoni në kantinë. Po përse pa? Ke qenë mrekullueshme, mami! Deri më kanë me bankën e së gjyshëve tanë.